Po, imam, çfarë do të thotë muaji i Ramazanit për një besimtar musliman? Fakt, ju e cekët pak e dy gjëra, po si të hym pak në brendësi të këtij muaji të shenjtë. Tani kjo është Unë do të thras her pas here imam, her pas here gaz, ti nuk mërzitesh. pa problem. Ne jemi edhe shok, E, pa asnjë problem, jemi edhe vëllezër. Është mund ta quajmë si muaji i rikthimit tek vetja dhe tek Zoti. Shumë imam, shumë teolog, shumë dietarë e quajnë si shkollë, shkolla e devotshmërisë, shkolla që e pastron njeriu. Edhe Zoti kur e shpjegon në Kur'an agjërimin na thotë se është bërë është bërë obligim për besimtarët agjërimi, ashtu siç ka qenë dhe për popullin e parshëm, me synimin që të arrini devotshmërinë. Të mësosh disiplinën, të pastrosh zemrën, të jesh më afër me njerëzit, pak a shumë të bëhesh njëri më i mirë, kështu që besoj se ja vlen për çdo kënd. Në fakt të vërteta, përveç se agjërimit ka dhe disa, po themi, rregulla të mira, të cilat çdo besimtar duhet, po themi, të jetë më i përkushtuar gjatë muajit Ramazanit. E çfarë du të bëj konkretisht, në kuptimin që përveç të agjëroj, të mos të po themi të Po Flamur, ne jetojmë në Amerikë dhe sidomos në pjesët ku ne jetojmë, në New Jersey apo në Massachusetts, në Boston, ka një diversitet jashtëzakonshëm, ku ka këtu New Jersey ka mbi 150 komunitet. kultura të ndryshme dhe kuptohet edhe fe të ndryshme. Dhe diçka që Zoti na mëson te ajeti që preka pak më parë është se agjërimi ka ekzistuar tek gjitha fet, tek gjitha kulturat, tek gjithë popujt. Edhe akoma sot, pavarësisht se çfarë ndryshimesh mund bëjë një person apo një grup njerëzish tek feja e vet, sepse çdo kush ka bot kuptimin e vet se ç'është feja, ka gjithmonë mbetet diçka agjërimi. Nëse ke vënë re shkon tek doktori të flet për agjërimin 15 orësh apo 16 orësh. Pjesa teknike e agjërimit, që besoj se tashmë shumë shqiptarë dinë, është qëndrosh pa ngrënë papir dhe larg marrëdhënieve, çdo marrëdhënie intime, nga lindja në perëndim, më saktë ne i themi nga imsaku deri në iftar, nga fundi i syhyrit deri në fillim të